Ndimo Zot si m'ke ndimu, 500 vjet kishin kalu se të bukrën këtë Shqipni. Turku e mbante në robëri krit të elat mirën gjak, e as të elan jo dritë me pa, kur të keqen pa janda rihje mos se len me qa, me jo ujnë po minit. Për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Për nder të këtij vit jubilar, rikujtojmë 100 vitet e pavarësisë së Shqipërisë, të kaluarën e saj të hidhur dhe padrejtësinë që ju është shkaktuar kombit shqiptar nga pushtues të ndryshëm, e në veçanti nga slavët e Ballkani. Ngjarjet që lanë gjurmë të thella e të pashlyera në memorien shqiptare që nga vitet 1877-1878, nga kriza lindore, lufta turko-ruse, ku më 3 mars të vitit 1887, nga konferenca famkeqe dhe traktati i paqes së Shën Shtefanit, ku u arrit marrëveshja për coptimin e Shqipërisë në interes të fqinjeve ballkanik për të ndihmuar panslavizmin rus, gjë që kjo e fundit synonte edhe mbikëqyrjen e Adriatikut, Mesdheut dhe donte të bëhet zot i Ballkanit dhe i Evropës. Thjesht ky pazar ndodhi në tavolinën e evropianëve dhe pikërisht më 13 korrik 1878, kur kancelari i Gjermanisë Bismarcku, Anglia, Austro-Hungaria, Franca dhe Italia thirrën Kongresin e Berlinit dhe një anshëm pa vullnetin e shqiptarëve aprovuan ndarjen e Shqipërisë sipas interesave ruso-evropiane. Madje konferenca e ambasadorëve të Londrës më 1912-1913 e thirrur nga Anglia më 22 mars të vitit 1913 dhe në pajtim me Rusinë dhe Austro-Hungarinë u arrit marrëveshja për coptimin e Shqipërisë, kinse për rregullimin e çështjes së Ballkanit dhe të qetësisë së Evropës. Fatkeqësisht këtu nuk u përfill asnjë e drejtë esenciale e shqiptarëve rreth përcaktimit të kufive, as nuk i morri parasysh kërkesat politike dhe aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor të vitit 1912, ku mbi 2/3 e trojeve shqiptare mbetën nën thundrat e pushtuesve slav, të atij serb, Malazias, Maqedon dhe grek, si trevat të Kosovës, Plavës, Gucis, Hotit, Grudës, Durrësit, Korçës, Gjirokastrës, Sarandës, si dhe trojet nën pushtimin greko-maqedon, Shqipëria jugore, lindore dhe ajo veriore. Gjatë kësaj periudhe historike, shqiptarët bënin të gjitha përpjekjet e mundshme për të arritur ribashkimin e trojeve të pushtuara. Në anën tjetër, evropianët më 1912 deri në vitin 1919 na dolën si fantazmë në mbrojtje të Serbisë dhe Malit të Zi, duke i favorizuar për të pushtuar sërish trojet shqiptare. Ky favorizim Serbisë dhe Malit të Zi i shkoi për shtati, ku me ndihmën e fuqive të mëdha dhe me politikën e saj fashiste arriti të pushtonin trojet shqiptare, ku gjerë më 1878 Shqipëria në atë kohë kishte rreth 115.000 km2 me 2.800.000 banor, prej të cilëve rreth 2.300.000 shqiptar, ndërsa kufit e saj shtriheshin që nga lumi Vjosa e deri te Gjiri i Prevezës, nga mali i Korçës e deri te mali i Rodopit, që nga krahina veri lindore, gropa e Kuksit e deri në afërsitë të nishit Prate Molla e Kuqe. Për këtë ndarje të pamëshirshme, qeveria e Ismail Qemalit kishte ngritur zërin për t'i dalur zot tokave shqiptare të cilit ishin sulmuar nga slavët e Ballkanit, të ndihmuar nga fuqitë e mëdha evropiane, dhe për këtë në pamundësi për t'i bërë ballë ushtrive të huaja, Janina u dorëzua më 6 mars 1913, duke u mundsuar forcave greke të pushtojnë Tërçamërinë, Gjirokastrën, Përmetin, Këlqyrën dhe Tepelenën, duke vrarë e plaçitur popullsinë shqiptare. Ndërsa Shkodra qëndroi heroikisht kundër pushtuesve serbo-malazez gjerë më 23 prill të vitit 1913, gjerë atëherë kur Esat Pash Toptani, njëri nga agjentët e Serbisë, Malit të Zi dhe i Greqisë, tradhtisht i ala Shkodrën Malit të Zi.
Më 15 janar 1915, mbi tryezën e konferencës u vendosën 5 projektet mbi kufijtë e Ballkanit, 2 projekte bazë, ai rus dhe ai austro-hungarez dhe 3 ndihmës. Projekti shqiptar, serbo-malazez dhe projekti grek. Sipas ambasadorit të Rusisë, kufijtë duheshin të përcaktoheshin në hapësirën e lumenjeve Madh dhe Vjosa, duke i lënë dalje serbëve në Shëngjin apo në Durrës, kurse Shkodra me rrethin t'i adhuronin Malit të Zi, ndërsa Dibra dhe një pjesë e madhe e Shqipërisë së Jugut, Pogradeci dhe Ohrin t'i jepet Serbisë, ndërsa Korça, Gjirokastra, Delvina Greqisë. Kurse projekti i serbëve ishte që t'i mbante të pushtuara ato toka që i kishte pushtuar dhe Durrësin, ndërsa ai malazez kishte pretendim që ta pushtonte edhe Shkodrën. Kurse Greqia me planin e saj synonte Janinën, Korfuzin dhe Çamërin duke përfshirë Himaran dhe Gjirokastrën. Sipas këtyre projekteve, Shqipëria mund të kishte vetëm Vlorën deri në Tiranë, duke lënë jashtë Durrësin dhe gjithë vijet bregdetare. Ndërsa projekti shqiptar ishte që të ruhen me çdo kusht kufijtë e saj dhe të rikthehen trojet e coptuara nga pushtuesit e Ballkanit. Që nga kjo periudhë, 1919 deri më 1946, Shqipërisë i mbeten vetëm 20.800 km2 sipërfaqe toke, që do të thotë se deri në periudhë 1912-1919, Shqipëria në atë kohë kishte më se 90.270 km2, diku mbi 3.800.000 banor. Ky 100 vjetori vit jubilar ka një rëndësi të veçantë, sepse në vetë ngërthen 3 data historike, data që kulmojnë me vullnetin e kombit dhe pasqyrojnë idealin për bashkimin e Shqipërisë, po edhe do të jetë një thirrje e ndërgjegje për ato shtete që ndihmuan coptimin e Shqipërisë që ta korrigjojnë gabimin e tyre dhe për një ndërgjegjësim për ta bërë Shqipërinë ashtu siç ka qenë. 28 nëntori pasqyron dhe i idealizon përpjekjet e shqiptarëve për një Shqipëri për të cilën heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në vitin 1443 ngriti flamurin e qendresës Mu në Kruj dhe nga atje solli porositë të qarta se Shqipëria duhet të jetë e bashkuar. Po ashtu në nëntorin e dytë, 1912, plaku i urtë i Vlorës, Ismail Qemali, me ngritjen e flamurit dhe me vetësinë e shtetit shqiptar, i tregoi Evropës dhe pushtuesve slav se shpallja e pavarësisë së Shqipërisë është një akt historik dhe një simbol i bashkimit i të gjitha trojeve që janë pushtuar nga slavët e Ballkanit. Kurse 28 nëntori i vitit 1997 do të mbetej si një udhërrëfyes i lirisë dhe i bashkimit të trojeve shqiptare, vit që doli në skenë ushtria çlirimtare e Kosovës dhe hapur u bëri me dije pushtuesve, po edhe fuqive të mëdha evropiane dhe botës demokratike se më me trojet shqiptare nuk mund të luhet ashtu siç dëshirojnë pushtuesit. Tashmë ka ardhur koha që të ndahet e drejta që dikur pa drejtësisht në tavolinën e evropianëve u bë coptimi i tokave shqiptare dhe ju shkelën të drejtat më elementare për të jetuar si popull të lirë. Përpjekjet e shqiptarëve për etnitetin e tyre nuk u ndalën kurrë. Që nga rilindasit, lidhja e Prizrenit në krye me Ymer Prizrenin, Abdul Frasherin, qeveria demokratike e Nolit dhe e Hasan Prishtinës, që për fat të keq këto 2 qeveri të fundit Ahmet Zogu në bashkëpunim me Beogradin i rrëzoi dhe i ndoqi hap pas hapi, ku figurat më emblematike të kombit i ekzekutoi, si Hasan Prishtinën, Luiç Gurakuçin, Avni Rustemin, Bajram Currin dhe shumë figura të tjera. Më në fund të qeverisjes së tij, Ahmet Zogu tradhtoi qeverinë dhe lash Shqipërinë në thundra të Italisë fashiste dhe i ambathi se ikuri duke marrë popullit edhe lekët e fundit dhe të lënë pa armë, pa bukë, që në atë kohë populli qeverisë i kërkonte armë që ta luftonte pushtuesin italian. Gjatë luftës së dytë botërore, shqiptarët përballeshin me lufta të ndryshme dhe me këto përpjekje krijuan edhe strategji të reja, kështu që më 31 dhjetor të vitit 1943 në konferencën e Bujanit, e cila vazhdoi deri më 2 janar të vitit 1944, u arrit marrëveshja mes forcave çlirimtare, ato shqiptare jugoslave, që posa të përfundon lufta dhe largimi i nacizmit gjerman, shqiptarët do ta gëzojnë të drejtën e vetvendosjes. Kjo
marrëveshje u tradhtua nga forcat jugoslave të Titos, që më 1945 mbahej edhe një tjetër kuvend, ai i Prizrenit, ku Kosova mbeti nën tutelën e ish Jugosllavisë dhe ata që kundërshtuan mbetjen nën Jugosllavi dhe që mbrojtën qëndrimin e konferencës së Bujanit. Ne jemi shqiptar dhe duhet ti përkasim Shqipërisë e kurse si Beogradit, gjuha ta sundon gjuhën, u ekzekutuan nga forcat komunisto-jugoslave. Kjo tradhti e Jugosllavisë së Titos dhe pas përfundimit të luftës nacional çlirimtare la gjurmë të egra të vrasjeve, spastrimit dhe ndjekjen e adhetarëve që kishin dalur në mbrojtje të konferencës së Bujanit dhe që nuk kishin pranuar pushtimin e sërishëm siç ishte organizata e parë LNDSH-ja në krye me Gjon Sereqin, Ajet Gërgurin dhe më vonë lindën këto organizata çlirimtare që kishin për synim bashkimin e Shqipërisë, si Vatra Kosovare, Nacional Demokratike Shqiptare, Grupi Demokratik Shqiptar Kosova, Grupi Shqiptar Revolucionar i Maqedonisë, Grupi Demokrat Independent Shqiptar i Kosovës, Grupi Veteranët, Shoqëria Demokratike Shqiptare Ismail Qemali, Lidhja e Vardarit Besa Demokratike Shqiptare dhe ajo Lidhja Shqiptare e Sharrit etj. Periudha që dëshmoi se shqiptarët nuk do të heqin dorë nga e drejta historike ishte periudha e viteve 58 deri në 68, periudhë që i artikuloi mirë veprimet dhe konceptet e veta të njohur për bashkimin e trojeve shqiptare në një shtet në krye me veprimtarin e shuar Adem Demaçin, në krye të organizatës Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve. Në saj të këtij veprimi organizativ dhe njerëzve patriot për Shqipërinë etnike të cilët nuk pushuan dot, kështu që demonstratat e 89-shës do të jenë një ngjarje dhe kthes historike për popullin shqiptar, kurse një periudhë e hidhur për ish Jugosllavinë dhe shkatrimin e saj. Ato që mendojnë ndryshe gabohen sepse demonstratat dhe lufta e ushtrisë çlirimtare ka rrjedh pikërisht nga ata djemë dhe vajza adhetare që ju kishin përkushtuar adheut dhe kësaj thirrje ju përgjigjen shumë adhetarë si Jusuf e Bardosh Gërvalla, Kadri Zeka që më 1982 arritën të bëjnë shkrirjen e 3 organizatave ilegale në një organizatë të vetme siç ishte LRSH-ja, ku më vonë më 1986 u shndrua në LPRK e pas mbledhjes së tretë kaloi në LPK. Po në atë vit, më 17 janar 1982, nga dora gjakatare u qelluan me bereshëri plumbash për vdekje 3 dëshmorët e kombit, nismëtarët e bashkimit të grupeve dhe organizatave çlirimtare që kishin për qëllim të bashkonin të gjitha viset e okupuara me mëmën Shqipëri. E viti 1983 dhe viti 1984 do të mbahen në mend si vitet më të tmerrshme për përndjekje, vrasje dhe arrestime të anëtarëve të saj. LPRK-s që në kodrën e trimave në një luftë të barabartë më 11 janar 1984 bien heroikisht 2 martir të patrembur të kombit, Recep Mala dhe Nuhi Berisha. Po këtij zëri heroikisht ju përgjigj edhe adhetari i patrembur Bajram Bahtiri që ra heroikisht më 8 shkurt 1984. Po ishte edhe zëri drejtuesit të LPRK-s, Afrim Zhitis dhe bashkëluftëtarit e adhetarit të kombit Fahri Fazliut që më 2 nëntor 1989 në bregën e diellit në Prishtinë bien heroikisht. Lindja dhe dalja në skenë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës më 28 nëntor të vitit 1997 ishte një goditje e rëndë për armikun. Në anën tjetër ishte një alarm për botën demokratike se shqiptarët nuk do ta durojnë më pushtimin. Rënja e parë e 3 martirëve të kombit në Pestov të Vushtrisë më 31 janar të vitit 1997, ku ndodhi njëra nga betejat e para madhore të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku ranë dëshmorët e kombit në vijën e frontit Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeinullahu, ndërsa në orët e hershme të mëngjesit të 5 marsit të vitit 1998 në Prekaz u sulmua nga ushtria Barbaroslave dhe forcat policore shtëpia e Adem Jasharrit, komandantit legjendar që së bashku me të vllajin Hamzën dhe me 56 antarët e familjes ran heroikisht për të mos vdekur kurrë, ku me luftën e tyre heroike e trembi pushtuesin serb dhe e ndërgjegjësoi Evropën e pandërgjegjshme që ishte sjell me shqiptarët një anshëm deri në këtë periudhë.
Ndërsa shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 ishte një akt historik, por edhe jo një luftë e përfunduar, sepse edhe çamëria, shqiptarët e Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit, si dhe ata të Malit, të Zi dhe të Maqedonisë, ende mbeten nën thundrat e pushtuesve, por ajo që u arrit ishte vetëdijsimi për të drejtën e Bashkimit Kombëtar. Ky 100 vjetor duhet na shërbej për bashkimin e kombit, duke mos e injoruar vullnetin e kombit për Shqipërinë etnike, sepse vetëm me këtë Shqipëri do të ndihemi më mirë dhe më të fortë, të lirë dhe të paprekshëm. Vetëm me këtë Shqipëri do të themi armiqve të përbetuar se mjaft keni bërë gjenocid, spastrim etnik, të t'ju themi se më koha është për shqiptarët dhe për Shqipërinë etnike. Shqipëria do një zë, zërin e adhetarëve, të lidhjes së Prizrenit, Bujanit, konferencës së Lushnjës, të NDSH-s dhe i të gjithë organizatave e deri te ushtria çlirimtare e Kosovës, ajo e Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit dhe të ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoni, që një herë e përmot të zgjidhej çështja kombëtare e shqiptarëve në një Shqipëri, pra në Shqipërinë etnike. Ky 100 vjetor të jetë një simbol i përkushtimit dhe i bashkimit, sepse vetëm me bashkimin e trojeve të coptuara do ta kemi Shqipërinë dhe kombin më të fuqishëm. Nga ky 100 vjetor ti thuhet atyre që kërkojnë 2 gjuhë e 2 shtete shqiptare që të heqin dorë nga kjo ide e mallkuar se një ditë këtyre elementeve antikombëtare do të dridhet dheu nën këmbë, se populli e di çka do dhe çka duhet përkrahur, pra vetëm një Shqipëri etnike me të gjitha territoret e saja. Në fund më lejoni të lexoj një epigram nga Faik Mustafa, të cilin e ka titulluar me 100. Një shekull dhimbje dhe krenari na mbajtëm gjallë kudo që ishim, vazhdimin e luftës për bashkim e liri, ideal të vetëm të përjetshëm e kishim. Më në fund më lejoni motra dhe vëllezër, juve bashkëdhetar të nderuar kudo që jetoni, juve andaj në trojet e coptuara të Shqipërisë etnike, të ju uroj dhe të ju përgëzoj për 100 vjetorin e pavarësisë së mëvetësisë së Shqipërisë, duke shpresuar natyrisht se shumë shpejt do të gëzohemi me bashkimin ton kombëtar. Gëzuar dhe urime edhe një herë 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, 1912-2012. Sot ta urojnë ty 100 vjetori.